Të mbetemi pak tek Erion Velia i sa i përket përgjimeve të tij. Velia i kaq naiv ishte sa që nuk arrinte ta kuptonte se po përgjohej teksa dhe këshillohej nga jashtë që të mos fliste me emra, të mos përmendte ngjarje konkrete etj me radhë dhe kaq naiv ishte sa që nuk e kuptonte se këto përgjime mund përdoreshin kundër tij qoftë edhe në gjykatë. Naiviteti dhe ignoranca kanë disa diferenca, por unë do të them do mbetem te ignoranca, ose kur themi për një person ti je ignorant. Pra, ignorant çfarë do të thot? I paditur. Pra, nuk është ofendim fjala ignorant. Militant të ignorancës do të thot një person që nuk dëshiron të mësoj sepse i pëlqen vetja. Njerëzit të cilët janë në pushtet kanë një smundje të rëndë që quhet ignoranca. Kjo është vjen si pasojë e pushtetit dhe të qenurit të rrethuar me njerëz të cilët janë servil dhe në asnjë moment nuk do të thoj kur un jam kundër kësaj që do bësh ti me 1, 2, 3, 4 gjëra dhe duke thënë gjithmonë sa bukur sa mirë e bën, ua sa hydhje ti do na çosh do na bësh kryeministër, nesër president dhe pas nesër mbret. Kjo është ignoranca dhe naiviteti që e bëri Erion Velin që të mendoj që është i paprekshëm dhe përveç kësajt, ignoranca dhe naiviteti vjen pikërisht këtu, ku rasti i fondacionit Soros që ka ndihmuar Erion Velin të bëhet pjesë e politikës shqiptare. Fondacioni Soros që bëri reformë në drejtësi, Alex Soros, familja Soros, ku është që të ndihmoj njeriu e tyre që ka kaq shumë ignorant dhe kaq shumë naiv me këtë gjendje të keq juridike që ju bë nga spaku që Rama tha nuk e bërën amerikanët a Soros, do me thonë, se për mua amerikan ku thotë Rama Soros nuk është asnjë tjetër, dhe e bëra unë. Pra çfarë na tregon? Na tregon naivitetin e Erion Velis që besoi fondacionin Soros. Ky është një mesazh për ata të Soros që merren me Soros, që do thotë Sorosi nuk po të ndihmoka, pra që ka fluck sapuni, kjo gjë që do ishte një huaj edhe ky mbështetet nga të huajt dhe normalisht do ta mbrojë të huajt, pra iku ky skenar, nuk ekziston më, që do të thotë Veliaj na rezultohet që ka edhe militant të ignorancës, por edhe militant të naivitetit. Se duke bërë këto gabime fatale, i bën që këto të dyja je, nuk mund të jesh i zgjuar kur përfundon në duart e një drejtësie që ti vet ke bërë kaq shumë, do thoya lavazh me incenatorin e Tiranës, duke dhënë lek te një televizion dhe duke i bërë lavazh spakun nga mes deri në darkë. Dhe sot ti, për shkak se je në një problem fatal, ti sot mbetesh duke i bërë goditje Olsi Dados ose pjesërisht Altin Dumanit. Deri në dhjetor është Altini kryetar. Pas Altinit vjen dikush tjetër, çfarë do bësh? Pra do të thotë që Erion Veliaj ka ecur me naivitet dhe me ignorancë. Gjithashtu, ka edhe politikanë të tjerë që vazhdojnë dhe ecin në hapat e Erion Velis. Dhe janë njerëz që do ta psojnë akoma dhe më keq. Si e lexoni kërkesën e Erion Veliajt, i cili drejtohet bashkëshortes së tij Ajola Xhoxhës që mos paraqitet në konsullat në ambasadën amerikane, pasi tashmë aty janë përfaqësues të tjerë dhe se kur të vijë Aleksi do të zgjidhet ky problem. Së pari duhet të sqaroj tek opinioni publik, amerikanët falin një person që bën gabim, po nuk falin të pabesë. Falin një person i cili mund mos të dinte që po bënte një vepër penale, po nuk falin hajdutin që i vjedh nga taksat e tyre. Pra amerikanët kanë një filozofi shumë të mirë. Në rast se tek amerikanët je i qartë me atë që bën, ata nuk të kenë në një shënjestër ose një tabel qitje, sepse ata respektojnë mendimin tënd.
Në rast se ti I jep fjalën dhe deli pa besë, normalisht do kesh pasoja. Çfarë ndodhi? Ambasada amerikane në Tiranë ka qenë ambasada e Partisë Demokratike Amerikane, Fondacioni Soros. Por me ardhin e Trump, një pjesë e tyre kanë ikur dhe normalisht Erion Veliaj, duke ditur situatën, I ka thënë gruas së tij, mos shko se po të hoqën vizën, normalisht do më bëhet gropa mua. Prandaj thuaj një moment tjetër se do vi Aleksi. Tani, Aleksi, çfarë do rregullonte? Dhe si do rregullonte, kjo është çështje e brendshme tyre. Por ama të vi Aleksi dhe të heq ose të ndihmoj Erion Velin të dalin nga burgu, atëre Flepa 2 nuk është se thjesht janë një opinion që unë kam thënë. E janë realitetës së vërtetës që Partia Socialiste komandon drejtësinë e ndihmuar nga amerikanë, nga njerëz të tjerë dhe prandaj kemi një reformë në drejtësi mix, edhe kombëtare, edhe ndërkombëtare, që do të thotë vetë brenda vetes ai ka qenë kaq shumë, ose më mirë, besonte kaq shumë veten e tij, që do vi Aleksi dhe do jetë shpëtimtarin. Unë, përveç Zotit, nuk kam shpëtim tjetër. Pra ai thoshte, si për Zotit është Aleksi. Atëherë do të thotë edhe Zoti nuk mund ta ndihmojë dot. Prandaj, kështu ndodh me këta. Mendojnë se është një metabel amerikane ose kanadeze australiane çfarë janë këto gjëra dhe mendon se do ka shpëtim. Prandaj, shpëtimi nga Aleksi nuk erdhi, se në rast se do të vinte shpëtimi nga Aleksi, Velien do ta kishe jashtë burgut. Jashtë burgut do ta kishe. Dhe kur do ta kishe sot të lirë. Nisur nga përgjimet që kanë dalë në media, rezulton gjithashtu një deklaratë e Veliajt I cili thotë se për kokën e tij janë vendosur 2 milion euro dhe kërkon që për të informohet edhe kryeministri Edi Rama. Ju si avokat, si e lexoni një deklaratë të tillë? Kemi të bëjmë me një inskenim këtu në këtë rast apo vërtet mund të jenë kërkuar 2 milion euro për kokën e Erion Veliajt? Mos ta harxojmë kohë, sepse koha është flori dhe normalisht sajesat dhe skenaret janë të tmerrshme. Edhe një herë, Erion Veliaj ka ikur nga Partia Socialiste me 28 korrik 2024, unë këtë di. Tani, çfarë thot Erion Veliaj nga brenda dhe se si ai e citon për të marrë vëmendjen e kryeministrit, të cilën e ka humbur me kohë, nuk kam çfarë të komentoj. Këto janë pralla.